Si këshilla, konsideroni se ka edhe tentime të tjera për të pasur edhe në fushat të tjera, jo veç kjo e shërbimit civil, mirë po edhe në të tjera fusha ku ndoshta po tentohet të përzihet pushteti qendror me atë lokal. Po ka pas tendenca të tilla, mirë po gjithmonë janë bërë paralajmërime nga situacioni i Komunat Kosovës. Ndoshta ju kujtohet para disa viteve ka qenë tendenca e marrjes së mjeteve buxhetore nga të hyrat vetanake të komunave dhe bartja në nivelin qendror përkatësisht në Ministrinë e Financave. Pastaj kemi qenë ne ai zëri që e kemi ngritë, e kemi kundërshtuar dhe e kushtimisht me kemi fituar rastin, po gjithashtu kemi sa i përket kontratës kolektive janë ushtruar shumë padi, sa i përket kompenzimit marrjes së mjeteve financiare padrejtisht nga komunat, po shihet që ka tendencë gjithmonë të marrjes së kompetencave apo zbejjes së rolit edhe të kryetarëve të komunave nëpër komuna, këto që po e them janë duke e thënë kryetarët e komunave dhe është teksuar edhe në takime të ndryshme, mirë po edhe mos bashkëpunim sinqert mes nivelit qendror dhe nivelit lokal. Përjashto vitin e kaluar ku kemi pas një bllokadë institucionale, mirë po në vitet e kaluara nuk ka pas një bashkëpunim të sinqert mes nivelit qendror dhe nivelit lokal, po shihet edhe te kjo rregullore, domethënë se kjo rregullore është nënshkruar në fillim të janarit këtij viti, domethënë pas zgjedhjeve të dhjetorit që i patëm për nivel qendror, po shpresojmë që pas zgjedhjeve tjera të qershorit ky bashkëpunim do të përmirësohet në të mirë të komunave, po kur përmirësohet bashkëpunimi në të mirë të komunave, normal që nga e gjithë kjo situatë do të përfitojmë